Promovohet vepra letrare për në kuvend, e shkruar nga Bujar Leskaj, një vepër e përbër nga shkrime dhe diskutime për gjatë periudhës 2021-2022. Kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlor, Hysni Shara, në fjalën e tij tregon më tepër rreth kësaj vepre. Shara sqaron se ajo përbëhet nga dy pjesë, ku përshkruhet fushata elektorale e periudhës janar-prill 2021, si dhe në pjesën e dytë shkrime dhe diskutime në kuvend të deputetit Bujar Leskaj. Sipas Sharës, një veçanti e kësaj vepre është se ajo tregon figurën disa dimensionale të zotit Leskaj, jo vetëm si deputet, por edhe në rolin e autorit, shkrimtarit të veprave letrare. Aktivitet të promovimit të librit të autorit Bujar Leskaj për në kuvend. Ky libër është i ndarë në dy pjesë, njëra përshkruan pjesën e fushatës elektorale të vitit 2021, periudhën janar-prill 2021, kur jemi mësuar të shohim politikanin Bujar Leskaj në atë veshjen e politikanit. Pjesa e dytë, do thosha, është përmbledhje e diskutimeve të deputetit tashmë Bujar Leskaj, e periudhës shtator 21 dhjetor 22. Gent Hamzaraj, drejtuesi i shtabit elektoral të Partisë Demokratike për gjatë kësaj fushate elektorale, tregon se po sot ka dalë nga botimi vëllimi i dytë të njëjtës vepër të deputetit të Vlorës, autorit Bujar Leskaj, që i përket periudhës 2023-2024. Edhe kjo vepër, sipas Hamzarajt, përbëhet nga shkrime dhe diskutime në kuvend për këtë periudhë kohore. Sot ne po flasim për një libër, por sapo ka dalë nga botimi edhe libri i dytë i autorit Bujar Leskaj, që i përket periudhës 2023-2024. Pra, libri i parë për në kuvend është 2021-2022 dhe libri i ri që sapo ka dalë është për periudhën tjetër, dyvjeçarin e dytë pra, të periudhës parlamentare të sesionit fundit. Për deputetin e Vlorës, drejtuesin politik të Partisë Demokratike, në rolin kësaj ere të votuesit, shkrimtarit të kësaj vepre letrare, Bujar Leskaj, ai tregon se ka zgjedhur për veprën letrare ta promovojë në Vlorë për shkak të rëndësisë që ka ky qytet për të. Leskaj thosë se ndihet tepër i emocionuar që këtë vepër letrare e promovon përpara miqve, dashamirësve dhe mbështetësve më të mirë të karrierës së tij politike. Këto dy vëllime unë mund t'i promovoja edhe në Tiranë, dhe në ambiente universitare, akademike apo ambiente politike. Po në asnjë vend tjetër më mirë se në Vlorë, më mirë se këtu me ju, që në momente të caktuara keni qenë mbështetësit e karrierës time, mbështetësit në Partinë Demokratike, jeni themelus, jeni rithemelus të Partisë Demokratike, jeni ata që e themeluat si forcë politike, e ringritët si Feniksi nga iri, kontribuat dhe kontriboni në çdo moment për PD-n dhe për mua personalisht, gjë për cilin unë sa të kem jetë do shpreh mirënjohjen për ju. Dhe ky ishte qëllimi im kryesor, që ta promovoja këtu me ju. Mua më pëlqejnë simbolet, edhe vendi që zgjodha, këtu në këtë vend është një vlerësim që edhe të gjithë zotrin drejtues të Partisë Demokratike dhe të shtabit bën edhe për mua dhe për punën time. Leskaj tregon se kjo vepër i shërben lexuesve, qytetarëve, studiuesve, por mbi të gjitha deputetëve dhe politikanëve. Sipas tij, çdo përfaqësues politik duhet të shprehë hapur mendimet, argumentet e veta, të shkruara dhe të dokumentuara, pse jo edhe në vepra letrare. Këto botime të këtij lloji janë të vështira dhe këto mbartin një risk, se atë riskun që nuk e kap dot lexuesin e thjesht dhe riskun e kalimit në rutinë. Unë mendoj që këto botime shërbejnë si materiale informuese, si analizë profesionale, në radhë të parë për ekspertët e fushës, për dashamirësit e librit, leximit, por edhe për politikanët, sidomos për politikanët e rinj.